Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse i keni këto shenja në trup, bëni kujdes pasi mëlçia juaj po vuan nga kjo sëmundje. Mëlçia jonë është një nga organet detoksifikuese në trupin ton dhe bën shumë punë të vështira çdo ditë. Në qoftë se mëlçia juaj nuk mund të shndërrojë toksinat në mbetje të sigurta, ato presin në indin tuaj dhjamor për të nxjerrë nga trupi, që pastaj mëlçia juaj të funksionojë normalisht përsëri. Ne kemi zbuluar se ka të paktën 6 shenja që mëlçia juaj është e mbingarkuar. Kontrolloni me kujdes për të kuptuar nëse mëlçia juaj po përpiqet ju dërgojë sinjale paralajmëruese. Konfuzion. Nëse mëlçia juaj është e mbingarkuar, ajo nuk mund të filtrojë gjakun siç duhet. Si rezultat, toksinat munden që të arrijnë trurin tuaj. Kur kjo ndodh, ju mund të vini re simptoma të tilla si për shembull konfuzion, probleme me kujtesën dhe vështirësi në marrjen e vendimeve. Sheqeri i ulët në gjak. Mëlçia juaj është gjithashtu përgjegjëse për ruajtjen e një niveli normal të sheqerit në gjak. Kur mëlçia juaj është në regjim të koklavitur, mundet që të përjetoni një rënje të papritur të nivelit të sheqerit në gjak. Normalisht mëlçia juaj duhet që të përpunojë dhe gjithashtu të prodhojë glukozë pasi të keni ngrënë. Por, nëse mëlçia juaj nuk mundet që të lëshojë glukozë të depozituar në qarkullimin e gjakut, niveli i glukozës në gjak gjithashtu bie ndjeshëm. Si rezultat, një nivel i ulët i sheqerit në gjak shkakton po ashtu lodhje, acarim dhe paaftësi për të përqendruar. Mos balancimi i hormoneve. Nga ana tjetër, mëlçia gjithashtu rregullon hormonet tuaja. Një mëlçi jo funksionale mundet të jetë arsyeja për një çekuilibër në nivelet e estrogjenit dhe të testosteronit, i cili përfundimisht mundet të çojë në probleme serioze të tilla si një epshi reduktuar dhe simptoma të përkeqësuara. Luhatje të humorit. Humori dhe gjithashtu kujtesa varen nga gjendja juaj e trurit dhe gjithashtu kur toksinat futen në trupin tuaj, ju keni problem për ta ruajtur gjithashtu kujtesën dhe të mbani mend gjëra dhe të përjetoni ndryshime të shpeshta të humorit. Nga ana tjetër, ankthi dhe depresioni janë bërë gjithashtu një gjendje e cila është e lidhur me mëlçinë tuaj dhe janë bërë të shpeshta. Në qoftë se ju vëreni këto simptoma, është mirë që ju të konsultoheni me patjetër me mjekun tuaj për të bërë një kontroll mjekësor përpara se të ndërmerrni ndonjë ilaç apo qetësues. Çrregullime imune. Ata të cilët shpesh ftohen dhe gjithashtu kanë infeksione të tjera virale besojnë fuqimisht se arsyeja kryesore është mungesa e vitaminës C, por pak e dinë që mëlçia luan një rol jetësor në ndërtimin e një sistemi të fortë imunitar. Kjo gjithashtu do të thotë sa më e shëndetshme të jetë mëlçia juaj, aq më mirë lufton viruse dhe bakteret. Apnea e gjumit. Apnea e gjumit është një çrregullim i gjumit i cili karakterizohet nga frymëmarrje e ndaluar ose e ndërprerë shkurtimisht për më shumë se 10 sekonda. Në raste të rënda, rruga e frymëmarrjes mundet që të bllokohet për 2 ose 3 minuta dhe këto periudha të shkurtra së bashku përbëjnë më shumë se gjysmën e kohës tuaj totale në gjumë. Një nga simptomat më të zakonshme të apnesë së gjumit është edhe gërhitja. Në qoftë se ju vëreni ndonjë nga simptomat e apnesë, është mirë që ju të kontrolloni mëlçinë tuaj pasi gjasat janë që ajo të mos funksionojë normalisht. Mënyrat më të mira për të përmirësuar funksionin e mëlçisë. Gjëja e parë që ju duhet të provoni është
adoptimi një plani diete më të shëndetshme. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ju duhet që të torturoni veten, thjesht përpiquni që të ndiqni këto rregulla të thjeshta. Ulni konsumin e fruktozës në 20 gram në ditë. Hiqni dorë nga vajrat bimor të cilët provokojnë inflamacion. Shmangni pijet me gaz. Dieta juaj duhet që të përmbajë më shumë ushqime shtazore dhe bimore të cilat sigurojnë shumë nga aminoacide thelbësore. Rritni sasinë e perimeve me gjethe jeshile që konsumoni. Ndërpritni ose hiqni dorë plotësisht nga pijet alkolike. Mos harroni për këto burime të shkëlqyera të sqyufurit, vezët, hudrat dhe gjithashtu qepët. Këtu ne do t'ju prezantojmë listën më të mirë të ushqimeve të cilat shërbejnë për pastrimin e mëlçisë. Hudhra. Sipas të dhënave, hudhra aktivizon disa enzima të mëlçisë të cilat ndihmojnë në eliminimin e toksinave dhe gjithashtu hudhra përmban alicin dhe selenium. Këto dy përbërës e pastrojnë mëlçin tuaj dhe e mbrojnë ato nga dëmet toksike dhe ulin kolesterolin. Gjithashtu, kjo e fundit shkakton mbingarkesë në mëlçi dhe ndikon negativisht edhe në funksionet e saj. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 thelpi hudhër çdo ditë. Qitro. Qitro është i pasur me vitaminë C, pektin dhe antioksidant. Këto të fundit neutralizon radikalet e lira dhe detoksifikojnë gjithashtu mëlçin. Rekomandohet që njerëzit të pinë nga një gotë të vogël me lëng qitro në ditë ose të hanë një frutë në ditë. Panxari. Panxari gjithashtu përmban shumë flavonoid dhe beta-karoten të cilët stimulojnë dhe përmirësojnë funksionet e mëlçisë. Për më tepër, panxari është një pastrues natyral i gjakut dhe njëkohësisht ai mundet që të pastrojë mëlçin tuaj në tërësinë e saj dhe të bëjë të mundur edhe funksionin e saj më të mirë. Limoni. Limoni gjithashtu përmban një antioksidant të veçantë e cila aktivizon enzimat të cilat janë përgjegjëse për pastrimin e mëlçisë. Sipas të dhënave, vitamina C e ndihmon mëlçin që të prodhojë disa enzima, të cilat munden të ndihmojnë tretjen dhe gjithashtu të përthithë akoma dhe më mirë të gjitha mineralet. Nga ana tjetër, edhe çaji i jeshil dhe pirja e tij për çdo ditë mundet që të ndihmojë në largimin e toksinave dhe njëkohësisht mundet që të ndihmojë në largimin e depozitave të yndyrës. Ai është i mirë edhe në trajtimin e diabetit të tipit 2 dhe njëkohësisht mjekët rekomandojnë pirjen e 1 apo 2 filxhanëve me çaj jeshil të rekomanduar për çdo ditë. Gjithashtu mundet që t'i hidhni edhe pak mjalt. Avokado. Përbërësit e avokados arrin që të paksojnë dëmet e shkaktuara në mëlçi. Yndyrat mono të pangopura të avokados ulin gjithashtu kolesterolin e keq dhe rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, të cilin mëlçia arrin ta përpunojë më mirë. Këshillohet ngrënia e 1 deri në 2 avokado në javë për disa muaj me radhë. Arra. Arrorët përmbajnë acide që e pastrojnë mëlçin në mënyrë efikase dhe gjithashtu largojnë toksinat. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e 1 grushti me arror çdo ditë. Moll. Një moll në ditë është sekreti që e mban mëlçin të shëndetshme. Molla përmban fibër dhe pektin dhe gjithashtu ajo largon toksinat dhe kolesterolin duke penguar një mbingarkesë të mëlçisë. Molla përmban edhe acid malik që pastron gjakun nga toksinat dhe qelizat e këqija. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!